E kemi shikuar kështu edhe pjesën e rrëfimit të Gresa Belulit, kurse këto momente shikues Radio Televizion 21 është rubrika 4+4. Kësaj here refen Ylber Bardhi. Tregon për 4 gjërat më me vlerë të tij, 4 shfaqjet, serialet, filmat, udhëtimet, gjitha këto. Kështu që vazhdoni të jeni bashkë me ne dhe mos u ndani nga ne se gjanat shumë interesante vijnë këtë diel në kuadër të emisionit Një Kafë Mlavi. Përshëndetje, unë jam Ylber Bardhi. Në rubrikën 4+4 po mundohemi me shpalos disa ndodhit tjetës time, ndash profesionale, ndash private. Po mendoj që për këto 20 minuta kena më fol, edhe pse 20 minuta nuk mjaftojnë, po ta shohim. Për sende me pak më me vlerë, që unë mendoj që është njëna kryesore, që për mu është familja, dhe nuk është rasti që ja nisa prej e para prej familjes. Familja është ajo që për mu është shumë e shajtë dhe prindë janë ata që të përkrajnë, edhe ma mërmende që mes me qenë përkraja e prindve, unë sot nështë nuk isha me qenë këtu ku jam. Po përpos prindve që jetojnë tash në Gjakov, babi edhe mami, që një përshëndes. Unë kam edhe një vëlla që është më i madh se unë. I kam edhe 2 motra tjera që janë normalisht më të mëdha se unë. Unë jam më i vogli, kështu që gjithmonë e kam pas edhe përkrajën e motrave dhe të vllaut. Edhe gjithmonë jam qenë ndoshta më i përkthjellni, dhe gjithashtu në këtë mes hyn edhe nipat. I kam 4 nipa që i du shumë, që nuk më mi da asnjënin për tjerëve. Po se ky i vogli i motrës, se çka më bën mu, nuk e di që e dua shumë. Liburni. Gjëja e dytë, kisha me shti në profesionin. Për këtë ata që nuk e di, unë jam aktor me profesion. Dhe se cili thot për profesionin e vetë që është më i zëshëm se sa profesioni dikujt tjetër. Për mu profesioni i aktorit është vërtet i vështirë, në shumë aspekte. Të janë nisë që dush me pas ma mërmene që secili aktor emocionalisht ndryshon në jetë momentin kur vendos më marrë me këtë zanat. Ki të bëj me emocione, ki të bëj me shumë gjana që duhesh mi përjetu, edhe kur ti përjeton duhesh mi rujt. Indjeri Faruk Begollin a thëke që gjithçka që të ndodh është mirë mi pas të një folder edhe mi rujt, se në profesion ka me të desht. Ky profesion është shtil me fol me të më veti ka njerë. Ka zë një rast kur isha të shku, isha në teatr, të majtë prova dhe kisha gjërim në serial në Osamir, edhe isha shumë përgut, edhe kisha një monolog baja gjithë matë që kisha me thonë, edhe rrugës të shku, e kom haf letën, të unisë për në Osamir, u gjërejke në fushë Kosovë. Të thonë monologën këtë konë, e thësha si në veti, por nuk e kisha pas vëmendin që isha të thonë me zohë dhe të qitë me durën në kerë. Mu kish pas nëllë një farë taksisti ofër, a i shkejt i kish pas full me njerëz taksin kerën e vetë, edhe në samafora, unë isha thonë në të botën teme. Të folë në, të ma këthuj ata mu, të folë me kretë. Vishë kum një
po më trokita në gjomën, tak. Tha më fal, a ka mundësi me jap gjomën? Thash po, no. Japi gjomën, tha më fal artist. Tha I kom një 4 vete, unë tha ti ku ke thatë në kerë. A do me t'i qitë, tha ja 2 a 3, tha mi quka për Kosova, tha se jetë të folmet me veti e kam dhimesh. Kështu që kjo është profesioni jonë. Folim ka njerë me veti. është profesion që është ti me folmet me veti. Që edhe shtash, për shembull, të folmet me veti, s'dia s'vesh ka thëmë. Faleminderit. Gjëja e tretë që është shumë e rëndësishme për mua është shoqënia. Na jemi artista dhe na si artista udhtojmë në për shumë vende të ndryshme, kemi kontakt me shumë njerëz, edhe shoqënia është njëra ndër to që na domethënë shoqënia është ajo që neve si aktor a bën me najt bashkë edhe me pas shoqëni shnosh. Shoqënia shnosh më merr mendje që është një qelës shumë I madh I jetës, ose në profesion, po edhe një është në përgjithësi. Të bën pjesë e dashura Albina, që normalisht pa përkrojnë edhe të Albinës, unë nuk isha mujt ndoshta me ushtru këtë profesion, sepse ky profesion kërkon sakrificë, kërkon punë shumë të madhe, kërkon durim, kërkon shumë sene që shumica profesioneve nuk I ka. Kështu që Albina ose dashura është ajo që e kupton botën time të artit. Thika. Tash për relaksojmë pak, se folem folem shumë seriozisht. Kjo është një thik e cila për mua ka shumë histori dhe ka shumë vlerë. Është shumë e veçantë për mua. Pse është e veçantë? Në kohën kur nanat I përcjellin për fakultet fëmijët, këtë nanat qajnë, këtë nanat, thuj se ka shkon djali në lufte, jo në studime. Edhe Gjakova që 2 kom, që 80 kilometra. Edhe më patë përcjell, koja jo, unë e vishë këshush, as disha s'kujmë ka shkoja, as t'ekim ka shkoja në Prishtinë mo, fakultet. Edhe mi patë jap do gjella, do gjana, do sene, dhe me këtë djali shkoj, mo, s'ka më hongër kur me lugë. Tikle na I varit, 2 kilo sulgjuk, edhe njësë për Prishtinë, djali jam studenti. Edhe erdha unë në Prishtinë, u takova me shok, në banesën kur kom jetu atëherë, po folin për vitin 2003. Edhe shumë njerë koha e bukës, më hongër bukë, hera porna. Pjështrojmë, që të banesë ku kena jetu, kish pas veç lugë edhe piruna. Thik nuk kish pas. Edhe kjo është thika që e kom ble, dhe më thonë me njëherë si kom marrë në Prishtinë, është ta maks 2 ore që kom marrë për Gjakovës në Prishtinë, dhe më thonë kjo është thik e studimeve, është gjoja parë që kom ble, për që ato është shumë e veçantë për mua dhe ruj me shumë gjelozi, edhe besoj që kom I rujt ende, dhe më thonë asë mbushje s'pa ta ble, që kjo kom thika që kom ble, hera parë që kom ble, për mi prej nëj buka, nëj salama, ku me di që kena pas në aty. A nëj sugjuk Gjakovës. Dhe më thonë, kjo është për mu shumë e veçantë, edhe po ta qefni nda me ju. Shkojmë të 4 filmat. Këtu kisha mujtë mishti, do shta film jo, po është pjesë e emja që nuk mujmë nda, edhe këto mujmë qujtë projekt filmik, se është familje moderne. Pse e mora familje moderne të parën? Pse kam qenë student në vitin e 2
edhe parë se më ardhë në fakultet, në Gjakov, po, dhe në këtë Kosovë, nuk unë e vetë një familje moderne, nuk ka pas seriale tjera, edhe u konë shumë e shikushme. Edhe u konë për serialeve më të mira në atë kohë. Edhe parë se më ardhë në fakultet, unë e kom këshyrë me shumë dashni atë serial, edhe nuk e kom pas idenë që kom shku në Akademitë Arteve, dhe më thonë degën e aktrimit. Dhe më thonë e kom këshyrë veç si fanatik i serialit, nuk e kom këshyrë si një aktor i arshëm. Po që vje koha që unë me vendosë me shku në aktrim, edhe me qenë pjesë e serialit Familja Moderne, unë nuk e kom ndru atë gjë. Filmi dytë që kisha pas dëshirë me cek është filmi Zonjusha, jo rastisht për cek i filmi Zonjusha, sepse ky film, po edhe dy filme më herët, regjizori Genc Berisha, zbashku me aktorin Besar Slamniku, kanë realizu filma të mrekullueshëm, të metrazhit gjatë, pa asnjë cent buxhet. Pse e mora filmi Zonjusha? Filmi Zonjusha ka pas më realizu kur unë kam qenë student. Besarti me gjithë Besar Slamniku dhe Lulzim Bucolli në atë kohë e kanë shkruar skenarin kur kemi qenë në vit 2 ose në vit 3, edhe atëherë rolin që e kom luajt tash, filmi Zonjusha është realizu tash në vitin 2016, tash e kemi pas premierën, po në atë kohë, dikur do të thonë 2004-2005, për mu është shkru një personazh, një farloj transvestiti, që në atë kohë e dishim që jemi të shkru diçka, jemi të bo diçka, por nuk e dishim që najherë ka më në realizu. Po që vje koha, ai skenar, më realizu dhe me dalë një prej filmave komercial, po prej filmave shumë të mirë që ka prodhu kjo kinematografi kosovare, e kisha qujtë në tanësi, për mu ka qenë një sukses edhe imi, po edhe i zbashku ekipet. E treta kisha me cek serialin Osamir. Pse seriali Osamir? Për mu është një prej punëve të mia shumë të suksesshme të ja nis prej fillimit, prej startit të fillimit të serialit Osamir, do më thonë prej takimeve të para. Pa modesti për thomë që unë jam një ndër të parë që kemi fillu më u taku për këtë serial, për këtë nisë të seriali. Unë edhe Ardi Islami kemi bërë shumë takime me shumë aktor që kemi shku me kërku aktor në Tiranë, kemi të kërku aktor në trojet shqiptare për më ardhë dhe të kjo klasa ku ka qenë tash. Po, kjo ka qenë një punë e përbashkët, mandej edhe me falë edhe regjizorit Ilir Bokshi, falë Artanit, Artan Koronicës, që e kanë bo një punë shumë të mirë, edhe Artanin edhe Ilirin e kanë imu në atë kohë, sepse ka qenë në Tiranë me një projekt dhe i ka njoftë shumë ma mirë se na aktorët të Shqipënisë, edhe i ka bo ftesë 3-4 aktorëve që kanë pranu pa hezitim më ardhë. Dhe është gjiru piloti, zbashku Fisnik Vesa si producent ka zbashku me Digitalbin, kanë bo një punë të mirë, është gjiru piloti, është pranu për Digitalbit, edhe Digitalbi më ndaj nga ka dhonë dritën e gjelbër për me vazhdu epizodet e radhës. Projekt tjetër filmik, kisha me cek filmin Ada. Kam qenë, aty kam pas një rol jo të madh, kam luajt një narkoman, mirë po kam pas disa ditë gjërim, edhe me qenë pjesë stafit të filmit Ada, edhe për mu ka qenë
Një privilegj shumë i madh sepse ka qenë një koproduksion mes Kosovës, Shqipërisë edhe Anglisë. Kisha me cekë që në atë kohë, ky ka diku një 4 vjet, ndoshta gaboj, po diku një 4 vjet që është xhiru ky film. Ka qenë një cast e aktorëve shumë të njoftën prej Shqipërisë edhe prej Kosovës, do nis prej Ndriçin Xhepës, prej Enver Petrovsit, e shumë aktorë tjerë me emra shumë të mëdhenj. Pjesë e saj që e ceka që ka qenë koproduksion mes Shqipërisë, Kosovës edhe Anglisë. Pjesë e Anglisë kanë qenë Jimmy, Harvey, që tash zbashku me Shef Dermishin kanë qenë pjesë e Oscarit, që ka qenë një prej sukseseve më të mëdha në kinematografinë kosovare. Domethënë ata kanë qenë pjesë e teknikës në atë film, zbashku me pjesën teknike të Shqipërisë edhe të Kosovës. Kisha me cek atë film sepse në atë film kam pas eksperiencë shumë të mirë. Shkojmë të 4 shfaqjet. Edhe pse kom pas tash veç për momentin në teatr kombëtar i kam në repertor 4 shfaqje, që s'po di cilën mi zgjedh më përpara për cilën më fol, por kisha më nis të parën, ndoshta se për mua ka qenë e para, ka qenë kur në poshta Mussolini në teatrin e profesionist të Gjakovës, ka qenë viti 2001, nëse s'gaboj. Unë kam qenë atëherë në vitin e 3. Edhe kam qenë me profesion, kam qenë krejt out për aktrimit, jam qenë stomatolog në shkollë mesme. Edhe kam pas luajtur një shfaqje për shkollën, edhe aty regjizori Agim Selimi i kësaj shfaqje ka pa të luajt në shfaqjet shkollës edhe ka pas një rol të vogël për djalin e Bart Breku, të konë personazhi kur në poshta Mussolini, është teksti Aqef Mulliqit. Kur mu ka pas bo ftesa për me luajt në shfaqje, më konë vit 3 shkollës mesme, s'disha s'shoha bot, as ku im ka shkoj as. Veç e disha që ka me luajt me për krah të madhe të Hadi Shehu, aktorëve tjerë si Jaja Shehu, Mërvete Kurtishi, Qefsere Barkani, Ramazan Barkani, Ahmet Bakia e shumë tjerë. Për mu ka qenë deri madh me qenë pjesë e asaj kaste, edhe kur mu ka bo ftesa, normalisht e kom pranu pa hezitim, po nuk disha a kam ja dalë se s'kom ditë çka është ai profesion, veç si një amator me mujt mu gjetë dika. Shfaqja dytë, që për mua është shumë e veçantë, është Sekretet e dashurisë. Sekretet e dashurisë ka qenë provim i vitit dytë në Akademinë e Arteve. Profesor kom pas profesorin e ndjerë tashmë, Faruk Begollin. Profesori në atë kohë ka punu shumë me studenta, edhe provimet e suksesshme që i kanë dalë profesorit, a i ka bu shfaqje, për shumë arsye. Një ndër ta ka qenë se shfaqja është hi në repertor të teatrove të ndryshme, atëherë ka qenë pjesë e teatrit Oda, edhe ka pas shikueshmëri shumë të madhe, ka qenë komedi, ka qenë pjesë e provimit, njërë pjesë e provimit dytë, karakteret, kena punu shumë mirë, edhe profesorit i ka pëlqy ky provim, edhe ka dashur ky provim me mu realizu në shfaqje. E ceka që për shumë arsye se njëra ndër to, na si studenta, kemi përfitu shumë prej asaj shfaqje,
ndoshta dhe prej lekëve që kena marrë prej shfaqjes, na kemi rri me pagu qëra, mos thonë edhe me mbjetu si studenta, që është shumë e vështirë. Kështu që profesorin Ndjerë Faruku, po së bashku me profesorin tjetër Armand Morina edhe Bucin, e kanë pas këtë ide që shfaqja, provimi më realizu më bo shfaqje, edhe ka qenë shumë e suksesshme. Shfaqja tret është shfaqja Nata 12, është projekti Teatrit Kombëtar të Kosovës. E ceka këtë shfaqje se kjo shfaqje ka shumë të veçanta. Doja nis prej e para që është Shakespeare, edhe e dyta që vetë Shakespeare natën e 12, domethënë e zhvendos në Iliri. Edhe kjo ka qenë sfidë të janis për regjizorit Ilir Bokshi, së bashku me kompozitorin Trimor Dhomi, po edhe për ne aktorët, ka qenë një sfidë shumë e madhe që shfaqjen Nata 12 me karakterizu me elemente shqiptare. Të janis prej këngëve, të janis prej kostumeve, që ma mërmenja Vesa ka bu një punë shumë të mirë. Të janis kostumet kanë qenë me do fustanella, ka mon tipike trojeve shqiptare. Ka qenë një prej shfaqjeve të para që ka qenë, mos thëmë, musical jo, po ka qenë shfaqje me muzikë. Shfaqje me muzikë për foli që na aktorët e kemi pas për detyrë dhe që gjitha efektet e asaj shfaqje me kalun nëpërmjet aktorëve. Domethënë kur gjos ka pas diçka që është bo edhe që është shumë me CD. Gjitha efektet në shfaqje kanë qenë të realizune prej aktorëve, edhe publika që ka ardhur po atë shfaqje janë manit me shumë efekte që i kemi bona. Të janis prej shiut, të janis prej kalorimit kuajve, të janis prej këngëve, të janis prej korit, që kemi qenë diku 14 veta në ekip, edhe prej aty në 14 veta Trimori ka arrit me bo një kor prej 4 zonave, që është shumë e vështirë, po me punë shumë të madhe na ja kemi arrit me mja dal, edhe ma mërmene që kemi bo shumë punë të mirë. Shfaqja e 4, është shfaqja e fundit që e kemi punu në Teatrin Kombëtar të Kosovës, Tregtari i Venedikut, edhe kjo është edhe Tregtari i Venedikut është nga William Shakespeare. Po, e veçanta kësaj është që regjizori është skocez, edhe ka ardhur prej Skocisë me një projekt që për mu është si aktori i ansamblit Teatrit Kombëtar. Për mu ka qenë një privilegj me qenë mesin e aktorëve të përzgjedhur prej tij. Tregtari i Venedikut sot është në repertor, tash para një jave kemi pas premierën, po e veçanta kësaj është që regjizori ka ardhur me një frym këtë tjetër prej asaj që na i na mësu me pa Shakespeare. Po folin në aspektin që regjizori nuk ka dash me bo diçka tipike shakespeariane, me kostume, me përshëndetje ose me gjana tilla, po ka dash mi pru një frym të sodit edhe mi përshtatë ose mi inkuadru në gjuhën e Shakespeare-it të asaj kohe. Domethënë, publika ka ardhur me pa një Shakespeare tipik, po nuk ka ndodhur ajo. Domethënë, gjithçka që ka ndodhur në shfaqje ka qenë me kostume qysh me qenë në shtash, me naj telefon në dorë, me naj, domethënë që për
për në atë kohë është shumë absurde, po për kohën e sodit, dhe më thonë për frymin që ka pruaj, mendoj që ka bo një gjë shumë të mirë. Mora pa burra. Për udhëtimeve, jo rastisht kam marrë udhëtimin me profesorin ton, të ndjerë tashmë Faruk Begullin, kemi qenë në Maqedoni, në festivalin Skomrahi, me shfaqjen Sekretet e Dashurisë. Ulla pak ma herë se kjo shfaqje ka pas sukses shumë të madh, ka marrë pjesë edhe në shumë festivale tjera, si në Skenap edhe në shumë tjera, edhe ka pas shpërblime si shfaqja ma mirë prej aktorëve, prej gjanave, kështu që ka qenë një prej shfaqjeve shumë suksesshme prej aktorëve të Akademisë së Arteve, edhe me këtë shfaqje festivali Skomrahi ka qenë festivali studentëve. Edhe Faruku ka vendosur me shku me po këtë shfaqje, mi prezentu Kosovën ose Akademinë e Arteve, mi prezentu në Skomrahi. Udhëtimi jam i dytë, edhe shumë i veçantë për mu ka qenë në Basel, por normalisht nuk kem shku me bicikël, por na shku me titësan. Po Basel edhe Zurich. Kemi shku kam qenë pjesë e projektit të një musicali, për mu hera parë që përpunoj musical, edhe pjesë e shfaqjes së nxënësave të Gjakovës, Prenk Jakova, shkolla e muzikës, një shkollë me shumë talenta, edhe ka qenë një projekt edhe i shkollës, po edhe i disa zvistranëve që kanë ardhur në atë shkollë, që kanë investuar në atë shkollë, me shumë gjana, me shumë instrumente, me shumë po edhe me projekte të ndryshme, njënë ndërta ka qenë edhe ky, me investu me një shfaqje apo me një musical, që Trimori ka bo pjesën muzikore të asaj shfaqje, edhe ka qenë ftesa e Trimorit, domethënë me qenë pjesë e asaj shfaqje. Unë e kam luajtur një personazh aty, një far personazhi pak a shumë, jo pak a shumë, po një personazh negativ. Ajo shfaqje përveç meje, tjerë kanë qenë nxënësat shkollës mesme të muzikës Prenk Jakova, po pak a shumë e kam luajtur edhe rolin e një lloj mësuesi pak në kuptimin e aktrimit, që pak a shumë i kom një mu qysh me aktru, sepse ata kanë qenë nxënësa, edhe kom qenë pjesë e saj, po ma shfaqje mandej kemi udhëtu në Basel, ku ajo shfaqje është pritë shumë mirë, e ceka pse është e veçantë për mu, se është hera parë që kom luajtur musical. Edhe e kom pa që është shumë e vështirë me qenë pjesë e një musicali. Udhëtimi i tretë ka qenë udhëtimi i tretë peceki për Francën ose Parisin. Kam qenë në Paris jo me një projekt, jo me një diçka, kam shku për qef. Fati jemi mirë që vllau jeton në Paris. Kam shku pak për vizit, kam shku për pak komed një muj ditë. Edhe gjithmonë kom lexu, kom pa dokumentar, edhe kom dëgju për artistave që kanë vizitu Muzeun e Louvrit. Kom dëgju që Muzeu i Louvrit nuk mundesh mi vizitu as edhe për 3-4 ditë. Mu më ka dok shumë absurde, se thosha një muze, po të mos e ditë, si naiv, të mos e ditë që çfarë muzeu i madh mundet me qenë. Po vi që kom pasi në mendje që mes më mujtë mi tonë ditën e lumë, mes më mujtë mi vizitu një muzeum, s'disha ku im ka shkrejher më spori. Edhe shkova në Paris, vizitova, pash, edhe normalisht që e
e kisha cak me shku mi vizitu Muzeun e Luvrit, po kur më tha dhe vëllau që unë e thash për 3-4 orë shkojmë e shohim pak edhe e kryjmë, mandej shkojmë tjetër ka. Kur më tha dhe vëllau që s'mundesh mi pa për 3-4 orë, nuk më isha mizon bet, vëllau, thosha çka muj më pa. Në ma shkova, më shkon mëngjes, më fut mrena, edhe e di që na fut diku ka ora 10 në mëngjes, edhe mi dal diku ka ora 5-6. Po beson për qatë orë, prej orës 5, prej orës 10 deri në orën 5-6, domethënë për qatë orë, une sipas statistikave, që e morëm një farë fletushke, sipas statistikave kisha pas vizitu vetëm diku një 20%, edhe ato të u kshyrë shpejt në shpejtësi, domethënë qaq i madh. Edhe më kanë lënë shumë bresa, nuk po foli për ndoshta vetëm për Muzeun e Luvrit, po komplet Parisi si Paris është shumë i veçantë dhe është nuk e kanë thonë kot për qyteteve më të bukura në Evropë, kështu që Parisi si Paris më kanë lënë shumë përshtypje, edhe shumë shpejt kom e vizitu prapë gjona që si kom po në Paris. Për udhëtimeve tjera të veçanta nuk bën pa cekë edhe nënën Shqipni. Kur për thëmë nënën Shqipni, kam qenë i ftun në teatrin e Korçës, me një si aktor, me qenë pjesë e një projekte, i cili e ka bo Ilir Bokshi, normalisht pa Ilirin, unë nuk isha mujt me qenë pjesë e asaj shfaqje, mirë po Iliri më ka prezentu si një aktor shumë të mirë të Prishtinës Kosovës, edhe më ka thonë që ka thonë atë nëse isha ardhur në Korçë me punu, e ka pas tesën, kisha pas shef me punu këtë tekst, edhe një personazh aty, kisha pas shef që ky personazh me qenë me interpretu Ilberi. Ata pa hezitim kanë thirrë, e kam pranu ftesën e Ilirit, edhe pa hezitim kanë thirrë edhe kam qenë pjesë e asaj shfaqje në Korçë, ku për mu ka qenë një ndër përjetimet e mia apo udhëtimet e mia, kam jetu diku një 35 ditë në Korçë, edhe me fol për qytetin e Korçës në këto pak minuta, për mdoket nuk flas kurrë se kam përjetu shumë gjëra të mira në Korçë. Njerëzit e Korçës ishin shumë ardashës, në momentin që na shishin neve si grup, sidomos unë edhe Iliri që kemi qenë aktorë prej Kosovës, aktorët e trupës së Korçës, kur kanë kuptu që na jemi ardhur me punu aty diçka, nuk ka pas as edhe më të vogël xhelozi, por gjithmonë e kanë përkrah, na kanë mbështet në shumë aspekte, nuk na kanë lënë më mërzit, edhe qytetarët kur na shishin në rrugë kanë qenë shumë kurioz me ditë se çka po bojmë, se së bashku me ne ka qenë edhe Marin Orhanasi edhe Zemira Kita. Domethënë Zemira Kita është një prej divave të mos them vetëm qytetit Korçës, po gjithë shqiptarisë, prej aktorëve shumë të mira që shqiptaria ka momentalisht. Edhe kur na shishim bashkë, më nxis përqen me ditë që çka ka ndodhur në teatrin në qytetin e Korçës. Është një qytet shumë interesant me shumë sende të veçanta, të janis për infrastrukturës, për qytetit, për kulturës, në shumë aspekte. Ka qenë prej përvojave të mira në këtë qytet, edhe shfaqja është prit shumë mirë, edhe ma shfaqje kemi udhëtu shumë nëpër Shqiptari edhe në Kosovë gjithashtu.
Shikus shumë dashur në televizionit 21, këto ishin disa minuta, mendoj që nuk na kanë mjaftu për mi shpalos gjitha ndodhi që më ndodhë mu, mirë po u mundova që me ka 4 gjana interesante mi përfshi paka shumë gjithë jetën time, edhe private, po edhe profesionale, në këto 20 minuta. Shpresoj që jemi knaqë zbashku, edhe shifemi herave tjera. O, kameraman, ku jeni i zëllmur? E të bu intervjist me mua me hekra. Kameraman, me ty më ka fela, ku, zot, gjithë kush kameraman, zot, natën e mirë, pofshit. Me detë adhone që vi gjithë, ku, po shkamëre.